Mirëmbrëma, shikues të nderuar, mirë se erdhët në Fokus, mirë se erdhët në televizionin rajonal 6+1 Vlora. Vetëm pak orë na ndajnë nga 11 maj, këto janë momentet e fundit në fakt të daljeve publike të kandidatëve për deputet për të shpalosur platformën e partisë, por edhe platformën personale të kandidatëve që janë në listat e hapura. Partia Socialiste përmbylli në Vlorë, pikërisht pas ditën e sotme, fushatën elektorale për këto zgjedhje, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili pati një agjendë të ngjeshur në fakt gjatë kësaj dite në qytetin e Vlorës dhe në disa nga zonat e tjera, apo thëndryshe edhe në Kuç, ku do të zbulojmë për pak dhe çfarë ka ndodhur atje. Me zotin Damian Gjiknuri, në fakt që unë e kam në studio dhe më rikthehet përsëri në përfundim të kësaj fushate. Kënaqësi, zoti Gjiknuri, që erdhët në Fokus për të diskutuar tashmë për përmbylljen e kësaj fushate dhe se si ajo ka ecur. Faleminderit Armal, dhe në fakt tu e fillova fushatën mediatike dhe këtu po e përmbyll tek televizioni juaj që ju kam bashkëpunëtor të vjetër në gjithë rrugtimin tim politik këtu në Vlorë. Faleminderit shumë, është kënaqësi edhe për ne që të kemi gjithmonë këtu. Dhe ashtu si kundër ka qenë edhe vite më parë, kur jeni një ndër drejtuesit më të gjatë politik të Partisë Socialiste këtu në Vlorë, dhe ndër më të mirët. Nuk më takon të bëj vlerë komplimente. Vlerësimi juaj, i pranojmë të lloj komplimentesh. Zoti Gjiknuri, u përmbyll zyrtarisht fushata e Partisë Socialiste me një takim madhështor, pra gjatë ditës së sotme të pasdites, vetëm pak orë më përpara këtu në qytetin tonë. Si ishte atmosfera? Patjetër, është atmosfera e pritshme fituese, ku kishte pjesëmarrje nga gjithë qarku dhe ku le të themi bëhet thirrja finale për gjithë votuesit e qarkut Vlorë, votuesit që na mbështesin, për qoftë ata që janë të lëkundur për të dhënë votën e tyre drejt stacionit të fundit, që është stacioni 11 Majit, përpara se Shqipëria të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian, se ne besojmë që 4-vjeçari i ardhshëm do të jetë kurorëzimi dhe i kësaj ëndre. Kështu që si çdo miting elektoral në Vlorë, ishte madhështor, i pritshëm. Herët e tjera ne kemi mbyllur fushatën në Vlorë, kësaj here ishte një ditë më parë se sa mbyllja që do të bëhet në Tiranë. Megjithatë, jam i bindur që rezultati do të jetë edhe më i mirë, nisur nga ajo çka ka në terren dhe mbështetja gjithmonë në rritje për Partinë Socialiste dhe për qeverinë e Edi Ramës. Zoti Gjiknuri, edhe kryeministri Rama, por edhe ju e thatë që Shqipëria Europiane 2030 është thjesht një premtim elektoral, apo qeverisja socialiste në një mandat të 4 do ta bëjë realitet? Ne themi atë që thot Komisioni Evropian, që Shqipëria mund të jetë gati në vitin 2028 për të qenë anëtare e Bashkimit Evropian. Ky nuk është thjesht një synim strategjik, se synimi strategjik është shumë i rëndësishëm dhe ëndra shqiptarëve ka qenë gjithmonë të jenë pjesë e familjes europiane, po unë gjatë gjithë ligjërimit tim publik elektoral kam thënë që kjo më shumë se sa lëvizje e lirë apo pasaport është ekonomi. Dhe e argumentoj këtë duke thënë që futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të krijojë mundësi për investime me fonde strukturore të Bashkimit Evropian për gjithë veprat dhe infrastrukturën e madhe shqiptare, si dhe do të hap mundësinë e investimeve direkte në shumë sektorë si në turizëm dhe në bujqësi për të ardhur në ndihmë aktiviteteve ekonomike në vendin tonë. Kështu që më shumë se sa një kredo patriotike apo një arritje morale, simbolike, kombëtare, do ta quajmë mbi gjitha ekonomi. Dhe gjithmonë ju jap shembuj qytetarëve që na ndjekin. Shikoni Greqinë kur e ndryshoi infrastrukturën dhe kur filloi të zhvillohet ekonomikisht. Ditën që u bë anëtare e Bashkimit Evropian. Kështu do të ndodhë dhe me Shqipërinë, dhe për të vajtur deri në atë stad, ne kemi bërë shumë përpjekje dhe mendoj që ky 4-vjeçar, nëse rrugtimi do të shkojë tillë, ne do të jemi gati edhe për hapjen e këtij horizonti të ri Shqipëria në BE. Ndaj keni vendosur në krahun e zemrës Shqipëria 2030, numri 5. Patjetër, 2030 Shqipëria në BE, numri 5, qofse doni siguri që në 5 vitet të ardhshme ne të jemi antar të Bashkimit Evropian, votoni numrin 5. Zoti Gjiknuri, i lodhur apo më shumë energjik nga kjo fushatë, në fakt ishte intensive edhe për ju personalisht, pra nuk keni lënë ditë pa mbulim mediatik, nuk keni lënë ditë pa takuar qytetarët dhe grupet e interesit. Jeni lodhur, nuk më dukeni që jeni lodhur, më dukeni madje në
formë shumë të mirë. Tash unë nuk jam preçeliku, patjetër njeriu ka dhe konsum fizik gjatë fushatës, por mëndërisht jam shumë më i kthjellë për atë çka duhet bëj. Jam shumë më i energjizuar nga komunikimet që kam pas me qytetarët, pasi jam shumë më i qartë se çfarë ka shkon mirë, çfarë duhet bërë më mirë dhe si projektorit roli im në këtë proces, gjithmonë për 4 vjet e ardhshme, duke definuar qartë edhe misionin tim në 4 vjet e ardhshme në qarku vlorë. Kështu që nga kjo pikpamje, lodhja është shpërblehet me energji të nevojshme mendore, psikologjike, se jo dhe me ide të qarta. Por dhe për herë të parë, ju vini në këtë zgjedhje të 2025-s i barabartë mes barabartëve. Nuk vini si sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste Shqiptare, as si drejtues politik qarku. Ç'do të thotë kjo për ju? Do të thotë që kjo ishte një test, një provë imja për të provuar se si modeli im politik dhe sjellja ime si ish drejtues në qarkun vlorë përkthehet në simpatinë apo mbështetjen e qytetarëve të Vlorës, kështu që edhe unë jam kurioz të di përfundimin, mendoj që kam pritshmëri të mira, dialogu ka qenë shumë intensiv, mikpritja ka qenë goxha e madhe dhe kjo më ka bërë që të kem besim që rezultati do të jetë i mirë dhe unë do ndihem i vlerësuar nga mbështetja e qytetarëve, pse jo, edhe me një lloj kredie apo borxhi moral që do t'i kem atyre në këtë mision të ardhshëm 4 vjeçar tjetër që unë do t'jem dhe do të vazhdoj të militoj dhe të ushtroj detyrën time në qarkun e Vlorës. Pra, e keni ndjerë këtë mikpritje të qytetarëve për gjithë qarkut? E kam ndjerë, patjetër qytetarët kanë dhe shumë probleme, po të pakte nuk kanë zhgënjime personale. Ndaj personit tim nuk kanë mbledhur njerëz që të thonë Damian ti na ke bërë dëme, na ke zhgënjyer me sjelljen tënde politike. Përkundrazi, kam parë shumë njerëz që kanë gjetur te unë një model që mbase disave u ka munguar, një njeri që ka qenë i fjalës mbajtur, i modestisë, i thjeshtësisë, i qytetarisë. Në këto vlera, me këto vlera jam rritur, jam kultivuar dhe nuk pres të ndryshoj, sidomos tashmë që kam kaluar dhe 5 jetat dhe kam bërë edhe një rrugtim të gjatë në politikë. Ku jeni ndjerë më mirë gjatë kësaj fushate në qarkun e Vlorës, në cilën bashki? Kudo kam miq të mi, mbështetës, simpatizant, njerëz që mbase i kisha harruar, por më kanë kujtuar vetë, duke më thënë që Damian i kemi rënë telefonit e na përgjigju për këtë gjë, apo kur ke bërë këtë investim, na ke sjellë këto të mira, apo kur kemi komunikuar këtu apo në atë vend, duke treguar ndërveprimin e thellë dhe shumë intensiv që kam pasur me shumë qytetarë, por njëkohësisht dhe një lloj nostalgjie dhe mungese për periudhën e munguar, të cilët ata me shpresë edhe unë me shumë dëshirë do ta rikthejmë në një natyrë dhe pozicion tjetër, pavarësisht nëse nuk jam më drejtues i qarkut Vlorë. Në fakt është pozitive dhe një emocion më vete apo jo kur qytetarëve u shkonte me premtime të mbajtura. Tashmë u kërkon votën për atë çfarë ju u keni bërë atyre, u keni çuar, u keni sjell, pra u keni përmirësuar jetën. Patjetër, nuk them se çdo premtim është realizuar, sepse ka gjëra që nuk kanë ecur siç duhet. Fatkeqësisht mua më ndodhi një shkëputje 4 vjeçare dhe kjo më ka bërë që edhe disa gjëra që kisha marrë angazhim të mos mund të realizoheshin, e kisha shumë vështirë, pavarësisht se moralisht dhe me zemër ndjesha aty, por kisha pamundur që t'i merra këto angazhime. Megjithatë, ndjehem mirë kur njerëzit paktën vlerësojnë aspektin njerëzor dhe politik. Pra, Damianin që ata kanë njohur, që pavarësisht rrugtimit të tij dhe vështirësive, uljeve, ngritjeve dhe betejave të tij politike dhe elektorale, për ta ka mbetur i njëjti, madje më i përmirësuar dhe më i prekshëm, më ngjitur me nevojat dhe interesat që ka komuniteti i gjerë. Do ta keni të vështirë ta fitoni mandatin e deputetit, duke qenë se jeni në listën e hapur, zoti Gjiknuri, apo besoni tek kjo frymë e qytetarëve? Besoj tek kjo frymë, por në fundit gara është garë dhe çdo garë ka surprizat e saj dhe unë asnjëherë nuk i marr thjesht garës. Megjithëse shumë njerëz më mendonin më të avantazhuar për shkak të bagazhit tim elektoral, unë kam shpenzuar energji dhe kohë dhe takime dhe ju besoj e keni ndjetur dhe nga rrjetet sociale, por janë dhe shumë takime tjera që nuk pasqyrohen, por kam punuar non-stop për gati 60 ditë, sa që në momenti që më doli emri, madje edhe për ta ditur, unë kam 3 javë pa parë familjen time, pa vajt pa takuar fëmijët e mi, sepse ata kam pas pamundur të vinte këtu për shkak të angazhimit, shkollës dhe disa gjërave të tjera në familje. Dhe ky ka qenë dedikimi im i plot për këtë fushatë dhe që shpresoj dhe dëshiroj ta mbyll
me shumë sukses. Zoti Gjiknuri, ju në fakt keni punuar, por edhe keni përqafuar vetë ndryshimet në kodin zgjedhor me lista pjesërisht të hapura. Mendoni se ja keni vështirësuar vetes këtë gjë? Unë kam thënë me ironi edhe në disa takime kur më bënin pyetje qytetarët, jam si ai farmakologu që po provoj helmin që krijova në trupin tim, e them me humor këtë. Ky sistem patjetër ka vështirësitë e tij, sepse është një garë të hapur dhe le të themi luhet për pak vende, 12 kandidat për 4 deri në 5 mandate. Megjithatë, kjo është një garë intensive dhe i jep kënaqësi dhe peshë politikanit. Nëse ai do të ditë ta kapitalizojë mirë votën dhe të ditë të ndërtojë marrëdhëniet e duhura me gjithë këtë elektorat që mbështet, mendoj që edhe kjo garë përtej lodhjeve ka vlerat dhe bukuritë e saj nga pikpamja e satisfaksionit politik, të asaj që quhet marrëdhënie më e fortë morale mes qytetarit që voton dhe politikanit që përfaqëson. Duhet ndryshoj ky kod zgjedhor, ky sistem? Mbetet për të parë, megjithatë në këto kushte nuk duhet bëj egoistin, por masën këto kushte më mirë do të ishte që ose listat hapeshin plotësisht, ose të gjej një model tjetër që adresonte më mirë nevojat që ka ky vend, edhe për konkurrencë, por njëkohësisht dhe për stabilitet të organizatës politike. Ju e dini, unë kam thënë publikisht, nuk e fsheh, unë kam qenë kundër listave të hapura pa asnjë lloj korrigjimi. Mendoj që sistemi që kishim vitin 2021 me disa korrigjime, pra me atë që quhet herës apo prag zgjedhor, është më i përshtatshëm se sa sistemi aktual. Megjithatë, kjo mbetet për të parë dhe çdo sistem pas garës do të prodhojë edhe reflektimet e nevojshme dhe nevojën për të korrigjuar nëse politika shqiptare do ta ndjejë të tillë. Por ky sistem prodhoi edhe një garë apo një luftë mes jush brenda, mes familjes brenda Partisë Socialiste brenda kësaj liste. E keni ndjerë në këto ditë këtë gjë, zoti Gjiknuri, dhe me kë keni garën ju brenda listës Partisë Socialiste? Unë nuk bëj gara me asnjë individ, nuk është se kam garë qëllim në vetvete për të qenë më mirë se një X-i apo Y-i. Unë kam thënë që të gjithë kolegët që janë në listën e Partisë Socialiste, sidomos ata në listë hapur, unë pjesën më të madhe të tyre i njoh, në një mënyrë ose në një tjetër kam ndikuar për të ardhmen e tyre në politikë. Dikë e kam bërë deputet, e kam propozuar të jetë deputet dhe sot është një person që militon në formacionin ton dhe kërkon mandatin e tij të tretë. Dikë tjetër i kam dhënë mundësinë për karrierë në bazë kontributeve që ka merituar. Pra duhet të them që të gjithë në një mënyrë ose në një tjetër i kam pasur bashkëtar të rrugtimit tim politik. Me këtë duhet të them që kjo garë do të përfundojë një ditë dhe kam dashur të lëshoj mesazhin kudo dhe them dhe këtu përfitoj nga rasti. Përtej në tensioni që krijohet, gjëra që janë edhe të pritshme në një garë individuale, 11 maj duhet të jetë dita ku ky kapitull mbyllet dhe të gjithë do të shërngojnë dorën e njëri tjetrit, do të jemi solidar, sepse nga ky proces nuk ka asnjë të humbur, të gjithë do të jenë fituar. Edhe ai që nuk fiton mandat, ka fituar një eksperiencë politike, ka testuar veten e tij dhe sidomos ata që janë më të ri, un kam një këshill. Fitoria e vazhdueshme fillon gjithmonë nga një humbje që nuk është humbje, po mos plotësimi i pritshmërie të nxjerr të bën të reflektosh shumë mirë në lidhje me çfarë duhet bësh në fushat dhe si duhet ta përmirësosh këtë. Unë madje kam thënë një gjë dhe ja kam thënë dikur kur Edi Rama humbi Bashkinë e Tiranës, apo të themi ju vodh në një farë mënyrë Bashkia e Tiranës, ka qenë nga ato ditët e vështira dhe kam një kujtim me të. Kur patjetër dhe ai kishte ato momentet e tij të reflektimit dhe në zyrë ishin bashkë sepse unë merresha me betejën juridike, i thash suksese, tash do të bësh kryeministër. Dhe mendoj që një ngjarje e pazakontë ose një zhgënjim i një pritshmërie të madhe është si një universitet në jetën e njeriu që nxjerr shumë konkluzione. Prandaj them, fitoret e mëdha gjithmonë fillojnë nga një humbje. Dhe ju gjithmonë keni treguar, zoti Gjiknuri, që keni qenë fitues i betejave. E kam këtu edhe për qarkun e Vlorës rezultatin shumë pozitiv, të qarkut e Vlorës ku është drejtues politik, por edhe në Elbasan. Unë kam fituar betejat politike sepse kisha kryer një rrugtim politik edhe në opozit, pra unë jam bashkuar Partisë Socialiste, e kam thënë dhe në ligjërimin tim publik në fushat si antar formal, sepse familja ime ka qenë e lidhur në të majtën, baba im që deputeti Partisë Socialiste dhe unë kisha një lloj eksperiencë politike në familjen time, po pa qenë antar. I PS-s pasi kisha bërë një betim që pra që kosa i matë militonte në rangjet e larta të Partisë Socialiste nuk kishe vend edhe për të birin. Por në momentin që ai iku nga jeta dhe
natyrshëm kur Partia Socialiste doli në opozit në shtator të vitit 2005, unë jam bërë antar në ditën që qeveria Sali Berishës betoi në Parlamentin e Shqipërisë. Pse? Zgjodha sfidën, t'i bashkohem Partisë Socialiste në momentin kur shumica e tyre e linin, sepse njerëzit në përgjithësi përriren të shkojnë pas forcës në pushtet. Unë e bëra batalën dhe kjo që e humbja ime parë. Humba shumë kontrata, se isha njëri që punoja me kompanit huaja, kisha një studion time, isha një nga ekspertët më të mirë të rajonit për shumë çështje të ligjit për sa i përket politika publike, prokurim publik, koncesionin, për nuk ka rëndësi se kjo është pjesë të kaluarës time të largët, dhe pësova dhe unë kostat e mia. Megjithatë, e përshtata veten time dhe i vura vetes një mision, të cilët në një farë mënyrë më kalitën për fazën tjetër të jetës, ku jam dhe tash dhe që kam mbi themi 16-17 vjet që militoj në mënyrë aktive në Partinë Socialiste dhe një nga personat më aktiv në atë parti. Dhe me një karrierë të admirueshme, si ministër, si drejtues i lartë i Partisë Socialiste Shqiptare. Përfshi edhe këtë. Unë kam si bindje ose një lloj refleksioni. Politikani mirë bëhesh në opozitë. Shpesh njerëzit provojnë në kushte të vështira në politikë. Ju kanë ndihmuar ai moment kur absolutisht, dhe kam bindje këtë. Njerëzit që prandaj thash gjithmonë fillohet dhe nga një humbje, fillohet dhe nga një zhgënjim, fillohet nga një mospërmbushje pritshmërie, nxjerr shumë konkluzione që të vlejnë për atë që quhet inteligjenca e rezistencës. Ajo është gjë më e rëndësishme që të bën të ecësh përpara. Ku është vështirësia, ande është dhe rruga. Dhe pikërisht kjo vështirësi e kësaj gare të sivjetshme besoj duhet nxjerrë më të fortë akoma. Ju keni qenë një deputet i fortë patjetër, por do ta tregoni edhe më shumë forcën. Unë përgjithsisht kam qenë deputet aktiv dhe kam mbajtur një konstante në një profil shumë të lartë dhe aktiv publik në shumë çështje, qoftë për zhvillimin e vendit, qoftë për çështjet elektorale apo betejat e tjera ligjore të Partisë Socialiste, dhe besoj do të jemi tillë, sepse edhe kjo garë më jep një pjekuri edhe më të madhe nisur nga ballafaqimi elektoral i vështirë, por jashtëzakonisht reflektues edhe më si nxjerrës për mua. Megjithatë qytetarët kanë probleme. Cilat janë problematikat që ju keni evidentuar tek ata në këtë fushat? Qytetarët kanë shumë probleme, është e vërtet, dhe vetë qeverisja ka probleme. Qeverisja siç bën gjërat mira, patjetër rrit dhe pritshmërinë e qytetarëve për të pasur shërbime më të mira, nivel më të mirë ekonomik dhe shumë sfida tjera që vinë me zhvillimin e vendit. Por ajo sfida kryesore që presin, 2-3 sfidat kryesore që presin qytetarët shqiptar është zhvillimi i mëtejshëm ekonomik, që është parakushti i çdo elementi për një demokraci të shëndosh, dhe këtu qeveria Rama po bën shumë reforma, po krijon hapësira për shumë investime, gjë që do të bëjë dhe sidomos qarku i Vlorës është një lloj furre e madhe që galvanizon dhe krijon sinergji për zhvillim të jashtëzakonshëm në sektorin e turizmit, dërtimtari dhe shumë investime tjera të cilat do rrisin nivelin ekonomik. Një sfidë tjetër është patjetër që meriton vëmendje të madhe nga qeveria shqiptare ka të bëjë me çështjen e shërbimeve në kadastër dhe përfundimi i regjistrimit të pronave. Kjo është një gangrenë shumë vjeçare dhe ka ardhur momenti dhe unë kam dhënë dhe ide konkrete dhe si një nga pjesëtarët e ligjit 2020, pra ligjin që bën për regjistrimet e pronave në ato zona ku nuk ishte përfunduar procesi i regjistrimit të AMTP-ve, dhe këtu qarku i Vlorës është jashtëzakonisht i prekshëm nga ky proces. Kam qenë një nga autorët kryesorë të këtij ligji, të këtij legjislacioni, dhe mendoj që ka ardhur momenti që shteti të përfundojë procesin e azhurnimit të pronës. Dhe këtë madje duhet ta bëj duke investuar vetë si shtet. Sepse mundësit janë, më mirë të heqësh një rrugë diku, qoftë edhe 15 dhe 20 milion euro, dhe të financosh të proces edhe qoftë edhe me kompani private për ta përfunduar një proces të tillë. Një eksperiencë të tillë unë e kam bërë kur isha ministër i energjetikës dhe kur kishim sfidat me projektin TAP, pasi TAP i kalonte në prona të pazhurnuara dhe kompania ndërkombëtare që investonte nuk mund bënte shpronësi me pazhurnim të plotë të pronave, zgjodhë modelin e marrjes së një kontraktori privat përfundimin të këtij, investimin në këtë drejtim që paguhej nga kompania, dhe ky është një model i mirë që mund të aplikohet në pjesën e mbetur të Shqipërisë, dhe ky investim kthehet mbrapsht pasi futja e tokave në qarkullimin civil krijon hapësira të mëdha ekonomike. Dhe sfundi ajo që unë e quaj kryeçështjen
përveç forcimit të institucioneve dhe luftës kundër korrupsionit, që ka të bëjë me shërbime më të mira, një element tjetër social dhe ekonomik që duhet ta përmend është pensionet. Në programin ton kemi vënë objektivin që mandatin tjetër pensioni minimal të jetë 200.000 lekë, pensioni mesatar 400.000 lekë, dhe mendoj që ky duhet të jetë objektiv shumë i rëndësishëm për të realizuar sa më shpejt, pasi koha është tani dhe pensionistët shqiptarë me të drejtë kanë shpresa dhe presin nga Partia Socialiste. Po kaluan disa vjet dhe kjo nuk bëhet, do të jemi tepër vonë. Po jam i bindur që qeveria me kalkulimet që ka bërë edhe me shtimin e financimin nga buxheti i shtetit të skemës pensioneve do ta mundsoj këtë gjë me gjithë vështirësitë demografike që krijon skema aktuale e pensioneve. Mendoj që këto janë gjërat kryesore që i përmendin qytetarët. Patjetër ka dhe shumë probleme për bashkitë komunale, se edhe bashkitë reforma territoriale ka krijuar bashki shumë të mëdha dhe në shumë zona akoma nuk janë fondet mjaftueshme për të adresuar nevojat e të gjithë qytetarëve kudo që jetojnë. Po ky është një proces që do të vazhdojë dhe me futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, edhe bashkitë do të kenë përfitime shumë të mëdha se ç'kan sot. Dhe patjetër që do të loboni edhe për investime në infrastrukturë rrugore apo jo? Patjetër, unë kam bërë këtë punë në çdo pozicion dhe realisht kam qenë benefaktor i shumë investimeve në Vlorë, edhe në qytetin e Vlorës, dhe në qarkun e Vlorës, në Ujësjellca, në rrugë, në projekte ndryshme kam qenë një lobues shumë i fortë, pasi dhe njoh proceset e vendimarrjes, njoh proceset e buxhetit, di shumë mirë se si të argumentoj nevojën dhe leverdishmërinë, jo thjesht ka një kërkesë qytetarësh për të bërë një rrugë, po pse kjo rrugë ka impakt ekonomik dhe jep një zhvillim më të gjerë. Për këto gjëra, unë duke qenë një njeri që kam pas drejtuar sektor zhvillimor, kam një lloj nervi të stërvitur edhe një mendje që mund të jap shumë këshilla dhe mund të loboj së bashku me bashkitë për të mirën e gjithë qarkut Vlorë, kudo që ata ndodhen. Megjithatë qeveria ka realizuar apo jo disa investime të rëndësishme në qarkun e Vlorës, siç është aeroporti, ku do bëhet edhe testi dhe i pranishëm ishte edhe vetë kryeministri Rama, tuneli Llogoras, apo edhe të tjera investime. Absolutisht, Vlora është qarku më i investuar dhe për këtë vlenjatët duhet jenë shumë mirënjohës dhe këtë theksova dhe sot në fjalë që ne si qark duhet jemi mirënjohës për ato që ka bërë qeverisja e Rama, Partia Socialiste, dhe i ka krijuar mundësi të jashtëzakonshme ekonomike Vlorës. Vlora do të jetë një qytet nga më atraktivët me investime shumë të mëdha, një qytet që ka një shëtitore. Ma mënd kur e diskutoja para disa vitesh të tjerët më thoshin Damian, kjo duket fantazi, po sot po bëhet realitet. Pra nga Vlora deri në Orikum do të jetë një qytet i pandar, njësoj si ato qytetet në jugun e Francës, dhe ku vlera pronës po rritet, nevoja për ndërtimtari po rritet, nevoja për shërbime tjera për shkak të vizitorëve të shtuar, dhe Vlora i ka gjitha gjasat që të kthehet në një qytet që të jetë dhe më jetueshëm dhe për periudhën jashtë sezonit. Pasi një qytet me aeroport, me infrastrukturë më të mirë, me akses në tregje ndërkombëtare, me një port të ri tregtar, me një port të ri të marinës, do të kthehet dhe një vend ku shumë të huaj do jenë rezident. Jo thjesht pensionist italian, se ata i mirëpresin, po këtu do të ketë dhe rezident të kohëve dhe të moshave më të reja, siç janë dhe nomadët digital apo të huaj që do ta përdorin Vlorën si një qendër për të kryer operacionet e tyre apo për të jetuar një pjesë të mirë të vitit edhe për shkak të klimës dhe bukurive natyrore që ka Vlora. Zoti Qunuri, po biznesi, ka sot sfida dhe çfarë parashikohet për biznesin në mandatin e 4 të qeverisë? Kuptohet, ne kemi bërë një paqe fiskale me biznesin dhe taksat nuk do të rriten. Biznesi do procedura të thjeshtuara, qoftë procedura tatimore të thjeshtuara, shmangje të intruzivitetit të inspektoriateve dhe reforma në inspektoriate do të çojnë në këtë drejtim që të eliminohen kontrollet e panevojshme që janë kthyer në dhimbje koke për biznesin. Patjetër biznesi do dhe një infrastrukturë më të mirë për të përballuar nevojat dhe shërbimet që ata ofrojnë. Mbi të gjitha biznesi do institucione të rregullta dhe të forta. Dhe për këtë kjo duhet të jetë detyra kryesore e qeverisë shqiptare që të krijojë një klim, një mjedis pro biznes, duke forcuar institucionet, duke luftuar korrupsionin dhe abuzimin dhe duke qenë institucione sa më funksionale. Pastaj biznesi gjithmonë do të jetë i zoti vetes, Shqipëria ka potenciale të mëdha. Në Shqipëri nuk vuan njëri për punë kush do të punoj. Shqipëria madje ka nevojë tash për krah pune dhe ka nevojë për këtë ekspansion ekonomik që po ndodh për institucione që i mbështesin dhe jo të jenë pengesë. Nuk duhet ndalem në shumë detaje se ka shumë sektor. Un kam njohuri për shumë sektor se si mund të përmirësohen apo mund të jenë. Por nuk do të ishte me vlerë për kohën që jetë mbetur, por një gjë duhet të them që biznesi ka nevojë për një qeveri të fortë,
për një Shqipëri që bëhet antare BE-s dhe për një qeveri më të ndershme dhe institucione më efikase. Besoj se këto do të realizohen përfundimisht në këtë 4 vjeçar dhe biznesi do të çlirojë gjithë potencialet e veta në dobi zhvillimit edhe për vete, por mbi gjitha për vendin. Gjyknuri, cila është pika juaj më fortë si politikan? Çfarë shikoni? Eksperjenca. Ajo çka kam bërë, konkluzionet që kam nxjerrë në jetë dhe skalitja në një farë mënyrë e karakterit tim. Unë e kam thënë dhe herë tjera që e kam atë filozofi që dikush më thotë ku e ke lexuar, po këto janë filozofi të lashta njerëzore që them pushteti nuk e bën njeriu më të mirë, po e nxjerr pa dobësit. Unë e kam kaluar rrugtimin e pushtetit dhe me këtë kam skalitur dhe modelin tim si politikan, edhe modelin tim politik në Vlorë, po dhe në përgjithësi. Dhe pika ime më e fortë është kjo, ana ime njerëzore, qytetare, drejt për drejt, e kultivuar ndër vitje, ca nga familja, ca nga eksperienca ime, por dhe rrugtimi dhe zhgënjimet e pushtetit më kam bërë të kuptoj dhe limitet dhe fuqinë e tij. Dhe për mua kjo eksperiencë është jashtëzakonisht e mirë, e nevojshme si për mua, po si dhe për njerëzit që punojnë me mua në politikë, sepse mendoj që eksperienca është e vështirë për të zëvendësuar me çdo lloj gjëje të re që patjetër është e nevojshme, por gjithmonë duhet harmonizuar me atë çka është më e mira e përgjithshme për vendin. Sa do të vendosë vota e diasporës këtë vit në këto zgjedhje? Pra, do të ketë? Vota e diasporës është një variabël e re elektorale dhe mirë pritur. Natyrshëm nuk qelluan ato shifra që të gjithë mendonin për shkak edhe të vështirësive që ka posta në shpërndarje dhe pritej, pra është një proces që pritej të kishte fiero, por fakti që do të marrin pjesë një pjesë e mirë, gati mbi 10% e elektoratit të vendit, pra krahasuar me ata që votojnë këtu, do të marrin pjesë, do të llogariten si votë, se tashmë ato vota janë duke ardhur apo kanë mbërritur, apo janë dërguar, do të thotë që do të ketë një peshë elektorale, sidomos në disa qarqe specifike, ato që kam thënë, sidomos ato që janë me numër tek, do të jetë determinante për rezultatin zgjedhor. Kështu që mendoj që jo vetëm që ata bëhen më aktiv, po që se vota tyre ka vlerë dhe bie për rezultat, por kjo do të ndryshojë pak a shumë edhe landscape-in politik shqiptar dhe do ta bëj diasporën edhe më aktive në vitet e ardhshme në politikë. Ju vetë personalisht si keni situatën me diasporën? Keni vota aty? Po, patjetër besoj kam, sepse edhe njerëz që simpatizant kam në diasporë dhe një pjesë më atribojnë edhe mua faktin që kam qenë një nga njerëzit nismëtar të përfshirjes së votës së diasporës në këto zgjedhje. Megjithatë, kur numëron kutit do duket se sa është mbështetja ime në diasporë dhe nga çfarë shteti vjen. Do të gjyknuri 9 mandate synon Partia Socialiste në qarkun e Vlorës, ndërsa nga Kuçi sot kryeministri Rama ka thënë 78 mandate minimumi në të gjithë vendin dhe 88 maksimumi. Në Kuç kryeministri, sërish me këto llogaritje. Se Kuçi? Po Kuçi u zgjodh se simbolik se u bëm atë memorandumin e Kuçit në 2021 ku unë qellova të isha noterja të memorandumi dhe kryeministri Rama bënim së bashku llogaritë elektorale dhe përgjithsisht dolën ajo që tham dhe ajo mori vlerë sepse rezultati doli i tillë mbas zgjedhjeve vitit 2021 dhe ajo ka më shumë vlerë simbolike për të dhënë mesazhin që Partia Socialiste nuk e diskuton mandatet që ka, madje e fillon me një bazament edhe më të lartë, por gjasat janë që të marrin më shumë. Mbasës do të marrë 88, por jam i bindur që do të marrë më shumë se sa mandatet e vitit 2021 dhe këtë mesazh ka dashur t'japi kryeministri Rama tashmë të sanksionuar edhe në kuvendin e Kuçit. Por ndryshe mendon opozita, Partia Demokratike, Shqipëria, Aleanca Madhështore mendon 6 mandate në qarkun e Vlorës. Pra, llogarit marrë 6 mandate. Pse vendi nuk ka nevojë në këto momente për rotacion, duke qenë një forcë politike, Partia Socialiste 3 mandate, pushtetit konsumon, krijon padashur edhe problematika. Se nuk duhet që opozita ta fitojë këtë betejë elektorale? Rotacionet ndodhen zakonisht kur ekzistojnë kushtet e tilla, pra kur ke një opozitë bashkuar me figura të reja, alternativa të besueshme, dhe kur gjendja në Shqipëri apo në një vend caktuar nuk shkon mirë. Asnjë nga këto kushte nuk ekziston. Së pari, Shqipëria nuk është në një krizë, as krizë ekonomike, as krizë morale, as krizë të rëndë shoqërore. Shqipëria ka probleme, por janë probleme të adresueshme dhe të zgjidhshme.
pjesëtare apo të themi bashkëpunëtare të zhvillimit. Opozita është në pikën e saj më të zezë për shkak të luftrave dhe gabimeve të saj strategjike ndër vite. Dhe e treta thash, ose e para, që kjo është e para për mendimin tim, nuk është një alternativë e besueshme. Janë njerëz të stërprovuar që më shumë kanë një bilanc negativ, siç është ajo këneta politike që ne i themi që ai grupin përfaqëson. Dhe në këtë pikpamje edhe ata që mund do të donin apo që prisnin në një lloj ndryshimi, shohin zhgënjim përballë alternativave që kanë. Ose zgjedhin të mos votojnë, ose zgjedhin alternativën më të pranueshme dhe që jep më shumë besueshmëri, në këtë rast është qeverisja e Partisë Socialiste. Pra, 6 mandate në qarkun e Vlorës ju mendoni se nuk janë si ato ëndrat madhështore, unë nuk merrem me ëndrat madhështore. Njeriu mund të ketë synime të larta, por problemi është që është ajo shpreha triumfi shpresës me arsyen. Një shpresat mund të jenë të mëdha, por kur fillon arsyeja dhe kthen kokën çfarë ke bër, kupton që shpresa është një ëndër e bukur. Po partitë e vogla kanë shanse të marrin mandate? Nuk besojnë qarkun vlorë, nuk më dalin, paktën edhe nga sonda ime elektorale apo gërmimi elektoral që unë bëjnë në terren edhe nga kontaktet e shumta. Por basen qarqet ndasi Tirana mund të nxjerrin mandat dhe unë nuk e shoh, pavarësisht se nuk përfaqësojnë asnjë alternativë bindse, unë prap e shoh një lajm pozitiv në politikën shqiptare që të ketë një lloj diversifikimi në arenën parlamentare shqiptare dhe kjo mund të hapi procese të reja politike nëse këta të vegjël tashmë të përfaqësuar nesër do të dinë si të ndërtojnë politikë. Ka gjëra që kjo mazhorancë mund të bënte edhe më mirë? Gjithmonë ka gjëra që mund të bësh më mirë dhe kjo ndodh edhe me jetën e njeriu, dhe jo më me një organizatë politike. Njeriu edhe kur shef gjërat që ka bërë vet mund të i bënte më mirë, por gjithmonë ka rrethana që kanë penguar, ka trysni të caktuara, ka edhe subjektivizme që mbase nuk kanë dhënë maksimumin e asaj që ka synuar majoranca. Mund të ketë shumë gjëra, po nuk ka nevojë të listoj këtu. Janë pjesë e atyre problemeve që vetë qytetarët i nxjerrin. Pra, në momentin kur qytetari në mënyrë masive shfaq disa shqetësime, janë njëkohësisht edhe obligimi, po dhe reflektimi i gjërave që mund të kishin shkuar më mirë. Ka një personazh apo një histori që ka mbetur në mendje gjatë kësaj fushate në qarkun e Vlorës? Më mbeti mend një biznesmen, një supermarkes në Ksamil, një njeri që nuk është se ishte simpatizant i asnjë partie, madje më thanë që pas ka qenë më vonë mësova që kishte qenë dhe i djath, ose të themi i pa angazhuar politikisht, se kjo termi i djath i majt duket çik si dal kohë, por tha kur disa po ngrihen disa shqetësime në lidhje me utilitetet në Ksamil, pra me disa probleme që bashkia mund të përmirësonte, por e tha dashur qytetar, tash i dashur biznesmen se u njoh gjithë dhe tha, një gjë duhet ta themi troç, dhe kjo është edhe esenca. Unë tha nuk e kam dash mas Edi Rama, tha, mund të jetë burr, tha, i vështirë, tha, mund të jetë për disa, tha, mund të jetë kështu e ashtu, s'ka rëndësi tash epitetet, por një gjë është e vërtetë, më zotëri, ne të gjitha po bëjmë parata, fal atyre punëve të mira dhe të gjithë ju si biznesi këtu, kur flasim me një tjetrin, jemi shumë herë më mirë se ç'kemi qenë. Dhe fal atij burri, siç folim atë gjuhën e tij, dhe fal atyre investimeve, ne jemi këtu ku jemi dhe ai e ka allall votën për ta vazhduar edhe 4 vjet tjera. Thash një mendim i thjesht popullor, nxori esencën edhe të dobësive që ne kemi, por njëkohësisht dhe të mirave të bëra për shumë shtresa dhe masa të popullsisë, dhe që nxjerr konkluzionin pse qytetarët votojnë për këtë majorancë. Nga ana tjetër dhe një konkluzion tjetër që e kam nxjerr me veten dhe që më ka ardhur mirë, kam pas shumë njerëz që kisha harruar. Nuk i mbajnë mend mas edhe emrin, ose i thosha, dhe kur më vinin vetë, mi shtrëngonin dorën në shumë takime, thoshin, Damian, kam marrë të mbështes ty, i thash, nuk të njoh, më fal, më ke bërë nder. Në këtë gjë, më ke bërë nder dhe s'ta harroj. Më ke bërë nder vetëm duke të quajtur një mesazh dhe pa u interesuar për emrin tim. Dhe kjo tregon për natyrën tënde që je prirur të bësh mirë. Dhe për këtë gjë më ndier shumë mirë dhe ka qenë një nga ato shtysat e mia që më kanë dhënë kënaqësi, që e mira e them, e kam thënë edhe tjera, është si shishe që e hedh në det në një ditë do ta nxjerrë deti vet. Dhe Gjiknuri, keni patur mbështetjen edhe të strukturave të Partisë Socialiste, por edhe të ish drejtuesve të Partisë Socialiste apo ish zyrtarëve të lartë në këtë fushat këtu në Vlorë. Pra ju kanë qëndruar pranë. Gjatë fushatës ju kanë shoqëruar. Jo, zyrtarët e lartë nuk më kanë qëndruar pranë, se nuk është se kam pas në një angazhim. Kurse shumë figurat Partisë Socialiste
i zyrtar të Partisë Socialiste, e ndjejnë veten afër për shkak të modelit politik, eksperiencës politike që kam pasur, identitetit tim të mirëfillt socialist, po dhe njohje si kam krijuar dhe dashamirësisë së tyre, tek figura e Damian Gjiknurit mund gjejnë veten shumë socialist të ndershëm, aktiv, qoftë edhe të tërhequr, por që gjithmonë kanë luftuar për një Shqipëri më të mirë, për një parti socialiste demokratike dhe për ato vlera për cilat të gjithë u bashkuan të ajo familje politike. Kështu që kjo gjë është një konfirmim i asaj që unë them që figura dhe karakteri im politik ka qenë i hapur dhe ku e gjejnë veten shumë qytetarë të qarkut Vlorës, sidomos ata që kanë dhe eksperiencë politike. Dhe pikërisht ju kur erdhët si drejtues politik në qarkun e Vlorës u përpoqët që ta bashkonit Partinë Socialiste, i sillnit dhe ata që ndoshta ishin larguar për arsye të ndryshme, si rrallë në një drejtues tjetër politik. Pra ju e bët këtë gjë. Motoja ime në jetë kjo është të tërtoj ura dhe të përbashkoj forca. Këtë e kam si mision, këtë e kam natyrë të mbase ca të kultivuar që në fëmijëri, ca të kultivuar në familje, ca të mësuar gjatë jetës ime. Dhe çdo njeri pak a shumë gdhënda të natyrën apo tipin e tij në sjellje. Dhe unë si natyrë jam natyrë që kërkoj të ndërtoj ura, të lidh njerëz, të bashkoj, të shuaj konflikte, të përbashkoj palë, të mundohem të jemi barabartë. Jo se e bëj perfekte, por gjithmonë në veprimet e mia nisem nga ky synim. Sa ja dal, kjo varet nga shumë rrethana, maza nga njerë dhe nga gabimet e mia. Por qëllimi i vërtetë është pikërisht krijoj sa më shumë të mirë, sa më shumë njerëz rreth vetes, sa më shumë ura përbashkuese, edhe njerëz të cilët nganjëherë nuk bëhen me njëri tjetrin. Madje njëri më tha vetëm ti Damian, më përmendi ca personazhe, po ndjes se nuk i përmend dot, vetëm të ty mund ndodhi që ti në aktivitetin tënd të vi dhe filani që mund të kenë 10 vjet pa folur dhe i gjejnë veten te ty. E mora si kompliment. Ishin larg. Jo, ata se kishin më rira, po për shumë ka qelluar që kam mbledhë shumë ish drejtues partie ndër vite, të cilët kur kanë ndenjur me një tjetrin, kur kemi shkëmbyer në një bisedë apo kemi qenë dhe duke pirë nga një gotë verë, kam filluar të tregojnë historitë e tyre me shumë nostalgji dhe është krijuar një klimë shumë pozitive, ku u ndjem të gjithë mirë për çka ka kaluar PS-ja dhe për atë tavolinë që sa shumë energji dhe gjërat përbashkëta na lidhin në gjithë të rrugtimin ton politik. Dhe këtu jam ndjer, ka qenë nga gjërat më të mira që unë kam ndjer në fushatë. Në këtë rikthim tuaj në Vlorë, si e gjetët Partinë Socialiste dhe a ju mirëpriti ajo? Partia Socialiste Lokale? Patjetër, socialistët, të gjithë socialistët, pavarësisht nga hierarkia, më kanë mirëpritur sepse kanë bërë betejë me mua, kanë parë modelin tim, kam qenë model suksesi elektoral dhe kam luftuar për ta dhe kam bërë betejë me ta, kështu që është e natyrshme që ardhja ime në përgjithësisht që e mirëpritur. Patjetër ka dhe zyrtar tek tuk të cilët më shumë bëjnë kalkulimet e vogla të interesave ose kanë gjë me mua, por në fundit kjo lloj gare nxjerr në pa dhe kalkulimet vogla interesash dhe që nuk besoj se do të dëmtojnë të tërën dhe unë nuk jam njeri që duhet i shoh shumë këto. Si janë marrëdhëniet tuaja me kryeministrin Rama, kryetarin e Partisë Socialiste Shqiptare? Marrëdhënie korrekte, pune intensive, të vazhdueshme. Unë me Edi Ramën kam mbi 20 vjet që e njihem dhe funksionojmë politikisht. Njerë më afër, çik më në distancë, po rrugtimi politik i tillë është. Unë vazhdoj të mbaj marrëdhëniet e mia të bazuara mbi punën dhe interesin reciprok për të mirën e Partisë Socialiste dhe për të mirën e vendit. Me drejtuesit lokal këtu në Vlorë, duke qenë se nesër kur të jeni në parlament do t'u lidh sërish puna dhe më ngushtësisht. Kam marrëdhënie shumë korrekte, shumë të mira. Një pjesë i kam njohur këtu, një pjesë që janë zgjedhur ishtas i kam njohur më pak më parë, një pjesë tjetër i kam njohur më shumë edhe më parë, por i njoh më shumë edhe tani për shkak fushatës. Janë marrëdhënie shumë korrekte dhe me të gjithë ata jo vetëm që ndihem mirë të punoj, por jam i gatshëm të bëj edhe më shumë. Është ngritur një strukturë nga SPAK-u dhe Prokuroria për hetimin e krimeve zgjedhore. Mendoni se do të kemi zgjedhje të lira të ndershme pa probleme dhe të pakontestuara nga palët? Unë nuk shoh një problem me zgjedhjet, pak të këtu në Vlorë, se unë nuk kam dalë jashtë i qarku. Zgjedhjet janë shumë të qeta, as pak abuzive, nuk shoh asnjë shqetësim nga palët politike në lidhje me mënyrën si po procesohet fushata dhe qytetarët e Vlorës dhe të gjithë qarkut Vlorë kanë treguar një qytetari dhe një lloj normaliteti në proceset politike që gjithë po i kalojmë. Kështu që kjo është për të vlerësuar, nuk shoh një problem dhe më shumë këto tensionet para zgjedhore janë para përgatitje
si ajo kënga e Kukuvajkës përpara se ndodhi humbja e madhe. Pra ishte një fushat e qetë, apo jo? Deri tash e qetë, besoj se edhe ju e konfirmoni këtë. Nuk ka pas asnjë incident, asnjë madje edhe gjua ka qenë shumë më e pranueshme për te retorikës që përdoren në mitingje politike, por që përgjithsisht nuk ka qenë e shoqëruar me veprime të caktuara apo e shtrirë në nivele lokale të partive ku gjua nga një polarizuese politike të shtrihet dhe në nivelet më poshtë. Po të paktën për këtu në Vlorë. Ndërkohë, në procesin e numërimit votave, veç votës për subjektin politik, do të numërohet edhe vota për kandidatin në listat e hapura. Mendoni se mund të ketë abuzime aty, apo nuk ka vend? Dhe si do të mbroni votën personale? Më mirë që më bërë këtë pyetje edhe për ta bërë... Si mund mbrohet vota personale në listën e hapur? Si njohës ligjit, vota nuk ka shans të preket për arsye se me ndryshimin e ligjit zgjedhor të gjitha kutitë janë të hapshme. Çdo kandidat ka drejt të kërkojë hapjen dhe marrjen e informacion të çdo flete votimi, të çdo procedurë verbale dhe mbi gjithë të kërkojë rinumërim të votave dhe kjo i bën zyrtarët që merren me numërimin e votave duhet të jenë 10 fish të kujdesshëm, pasi fakti tregoi që në 2021 u rihapën shumë kuti dhe disa zyrtarë përfunduan edhe në procese penale. Kështu që kushdo që të jetë u bëj thirrje mos të ndosin duart me vota, se aty ka shumë sy, ka shumë njerëz që i shikojnë, por mbi të gjitha mundësia për një audit posteriori, pra pas rezultatit, është më se i mundshëm dhe qofse ka njerëz që do sakrifikojnë burg veten për pak vota, kjo është pasaj në riskun e tyre dhe unë këta nuk do t'i quaja njerëz normal, por thjesht aventurier politik dritë shkurtër. Si do t'jetë rikthimi i Damian Gjiknurit si deputet i Vlorës? Çfarë do të bëjmë shumë zoti Gjiknuri nga çfarë ka bërë? Do fokusohem tek problemet cilat i kam hasur me qytetarët dhe gjithmonë me misionin e dhënies së zgjidhjeve të përgjithshme. Si dhe do kontribuoj me rolin tim politik dhe me peshën time politike specifike për të kontribuar në bashkimin më të mirë të Partisë Socialiste, në ndërveprimin e shumë faktorëve të Partisë Socialiste dhe natyrshëm, duke lobuar më shumë edhe për interesat e gjithë komunitetit për projekte që janë projekte zhvillimore dhe ju japin zgjidhje problemet të qytetarëve apo krijojnë më shumë sinergji për zhvillim. Dhe duke rikthyer sërish problematikave ndoshta dhe disa denoncimeve që ka bërë Partia Demokratike dhe Alanca për Shqipërinë Madhështore këtu në Vlorë, në prokurori, ka denoncuar atë që e cilëson si asfalt elektoral. Pra, në këndvështrimin tuaj dhe në informacionin që ju keni, kemi asfalt elektoral në Vlorë? Shëdi, projektet e Vlorës janë projekte ongoing, të vazhdueshme, natyrshëm që rrugët që një pjesë e rrugëve që ishin hapur dhe për shkak të Giro d'Italias tashmë duhet asfaltohen sepse të dielën këtu do të zhvillohet një garë, pra do jetë Vlora do të jetë pjesë e hartës së kësaj gare ndërkombëtare, kështu që nuk ka lidhje fare me asfaltet elektorale, as me çështjet elektorale. Janë zhvillime të vazhdueshme të cilat Vlora i mirëpret, madje Vlora ka dhe shqetësim, se një pjesë të njerëzve pretendojnë që shumë nga rrugët e shqyra, siç thot populli, për shkak të futjes së investimeve të kanalizimeve dhe të energjisë elektrike duhet mbyllen sa më shpejt. Çfarë mendoni dhe për çfarë mendoni se ka nevojë më shumë Vlora, që ju mund të loboni në parlamentin shqiptar nesër? Po Vlora mund të ketë nevojë për shumë gjëra, jo vetëm thjesht për projekte zhvillimore, por ka nevojë për institucione edhe më të forta. Ka nevojë për reforma, siç thash, në zyrat e kadastrës, me qëllim që qytetarëve të shërbehet më mirë, dhe qytetarët vlonjat të kenë akses më të mirë në këto zyra. Do të punoni për këtë gjë? Patjetër do punoj për këtë gjë dhe kam një nga gjërat shumë të rëndësishme për të marrë. Çështja e pronave në Imar? Pra opozita po e përdor këtë gjë. Po që ne do ta zgjidhim, ne do të shpërndajmë. Opozita është shkaktare e kaosit që pas vitit 91-92. Kështu që ata që janë shkaktarë të kaosit nuk mund të jenë dhe zgjidhës problemit. Megjithatë, këto janë çështje politike nga ana opozitës, unë them ne duhet ta aprofundojmë atë proces dhe për këtë unë do të angazhohem personalisht duke dhënë gjithë njohuritë dhe kontributin tim, qoftë dhe nevojën për të bërë politika të ndryshme apo ndryshuar dhe ligjet gjithmonë në favor të shërbimit qytetarëve dhe mbylljes së kësaj plage afatgjatë. Cili ka qenë momenti më i mirë i juaj në politikë që jeni ndjerë më mirë në këto vite? Ka shumë momente që jam ndjerë mirë, siç ka dhe momente që mund mos jem ndjerë mirë, por
Patjetër, kurorëzimet elektorale në gara të vështira kanë qenë momente të bukura, ku ka marrë dhe kosto, siç ju e dini që shpeshherë ajo termi i përdorur tërmet që i qenë thjesht një alegori për fitoren elektorale, tashmë e përdorin gjithë, desh më atribua si një abuzim për zgjedhje. Dhe egzaltimi im njerëzor në një garë të jashtëzakonshme si që ato zgjedhje, u përdor për të më sulmuar politikisht. Por këto e nga ato momentet që njeriu reflekton që bashkë me suksesin vjen dhe koston politik. Kështu që në këtë pikpamje, politika është një rrugtim që njeriu ka shumë papritur, njeriu unë e thash, nuk mund të vrapoj gjithmonë dhe dorëzohet, për e rëndësishme është të ringrihet dhe nxjerrë konkluzione se u rrëzua. Kështu që një politikan i fortë nuk ka vi lineare, ka vi me oscilacione dhe kjo e bën karakterin e tij dhe personalitetin e tij politik më të fortë. Është si puna metaleve, është si puna që të temperohet diçka, duhet të provoj ekstremet me qëllim që të dalë forca e caktuar e një elementi kimik. Kështu që në këtë pikpamje edhe rrugtimi i politikanit i tillë duhet jetë. Me votat që mund të merrni mbas 15 majit, mos na bëni tërmet në Vlorë. Jo. Nuk kam atë synim, unë mendoj që Partia Socialiste do marrë, presoj të marrë 9 mandate në Vlorë, por edhe unë do t'jap kontributin tim. Dhe e thash në një miting elektoral që jam mësuar ta tërheq qerën, po dhe ta shty nga mbrapa dhe mbase roli im edhe aktiv në terren do të kontribuoj në fitoren e Partisë Socialiste, që nuk është fitoria vetëm e imja, po gjithë ekipi që quhet Partia Socialiste e Shqipërisë. Me gjithë këtë rrugtim të suksesshëm që keni patur, mendoni se mund keni bërë dhe xheloz brenda familjes socialiste? Jo, xhelozia smira në pjesë e natyrës njerëzore, në çdo fushë tjetër. Por nuk i kushtoj vëmendje kësaj. Unë mundohem të jap mirësi, mos t'i shikoj, mos kthej kokën mbrapa për gjëra të vogla, pasi për mua më e rëndësishme është destinacioni, se sa zhurma drejt destinacionit dhe udhëtimit që shoqëron ata. Ju, zoti Rama ishte sot në aeroportin e Vlorës. Cilat janë të rejat më të fundit, pra, që mund na i thoni dhe ju si kandidat për deputet? Po ato që ju keni dëgjuar që ky investim po merr jetë, sot ishte faza e testimeve, besoj që vitin tjetër aeroporti i Vlorës do të jetë plotësisht funksional dhe me fluturime të plota në shumë destinacione europiane apo dhe më gjërë, duke qenë se ka dhe piste më të gjatë, ka mundësi që Vlora të jetë aeroporti i parë që mund na lidhi Shqipërinë me vendet transatlantike përtej oqeanit. Kështu që dhe kjo do të jetë një kuror krenarie për Vlorën. Keni një koment për listën e kandidatëve të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore? Jo, s'kam koment. Unë nuk komentoj njerëz, unë komentoj formacione dhe filozofi. Në filozofinë dhe formacionin e tyre nuk shoh asgjë të re. Kështu që për mua komenti do të jetë humbje kohe. Po, lista e Partisë Socialiste? I kam thënë një komentet që në fillim, është një listë diverse, ku të gjithë e gjenë veten, nga më socialisti po dhe më liberali, dhe në fundit është një ekip që i gjë më rëndësishme mbas kësaj gare, duhet të jetë i gjithë i bashkë me ndjenjë solidare, mirëkuptimi me njëri tjetrin dhe mos ketë asnjë të fituar dhe të humbur. Asnjë kokulur, po gjithë krye lart për një garë kaq të rëndësishme, dhe këto janë fate, momente në histori, ku gjithë duhet ta shijojnë udhimin e tyre në politik, pavarësisht rezultatit, duke theksuar atë që thash fillim. Fitoria s'është definitive, suksesi nuk është final, humbja nuk është e përhershme. Ju mungon Elbasani apo ju mungon dhe më shumë Vlora? Jo, unë jam i kombinim interesant, se unë jam me baba vlonjat dhe nën Elbasanlie, por Elbasani është një mjedis tjetër shoqëror dhe kulturor, patjetër qytetar të mirë, punëtor dhe njerëz për të respektuar. Por unë ato 3 vite që drejtova Partinë Socialiste aty, arritëm rezultate të mira dhe kam akoma lidhje shumë mira dhe një marrëdhënie shumë të admirueshme me shumë anëtar të Partisë Socialiste, por dhe qytetar të cilët dhe në Elbasan vlerësuan modelin tim të qytetarisë si një model shumë të nevojshëm për Elbasanin. Do të doni të qëndroni sa më gjatë në Vlorë? Unë kam dhënë një deklarim publik dhe duhet të qëndrohet i deklarimi. Unë këto 4 vjet dua të ushtroj detyrën time në Vlorë. U shkëputa jo me dëshirën time nga Vlora, dhe për këtë kam pas dhe një lloj brenge, kur i takoj njerëz të cilët prisnin diçka nga unë, po unë isha në pozicion e pamundur për të bërë diçka mbrapsht për ta, tashmë do të militoj në qarkun e Vlorës, do të vazhdoj të ushtroj këtë detyrë, gjithmonë në mirë qytetarëve vlonjat, pasi kësaj here
kam dhe një kontratë të drejt për drejt me ta për herë të parë, që është votuar për emrin tim. Dhe rikthimi është edhe më i bukur. Rikthimet janë të bukura zakonisht. Patjetër rikthimet janë më të bukura jo për shkak të emocioneve që të krijojnë, por për shkak të pjekurisë dhe reflektimeve që t'japin. Dhe unë i mësoj më shumë kësaj se sa emocioneve. E kam thënë në filozofinë time, fushatat janë poezi, qeverisjet janë prozë. Unë mbas fushatës do të fokusohem te proza, programi i detajuar dhe mbështetja që duhet marrin qytetarët për atë që kanë besuar mua dhe Partinë Socialiste. Dhe për çfarë do ngrini zërin në fillim në parlament, sapo të shkoni? Thash për shumë çështje të cilat fola nuk duhet të përsëris, por jo vetëm do ngre zërin thjesht për të mbajtur fjalime, se nuk zinë probleme thjesht duke mbajtur fjalime, se mbase njerëzit e keq kuptojnë atë. Shpesh dëgjoj politikanë të rinj që thonë do përmend emra, do përmend toponime, nuk kanë vlerë fare ato. Puna është të ndërtosh si një sinergjinë e nevojshme, qoftë në grupin parlamentar, qoftë me institucionet e rëndësishme, po ti je njëri që di se çka propozon dhe çka është e mundshme. Unë këtë do ta bëj, le t'ja lëm kohës se me çfarë do ta filloj. Si është Damian Gjiknuri si bashkëshort dhe si prind? Unë jam një qytetar normal, një familje normale, as konservator, as liberal. Jam një njeri që kam një marrëdhënie të shëndoshme me familjen, kam 2 fëmijë, një djalë dhe një vajzë, dhe mundohem bëj dhe prindin e mirë. Pasi kam kuptuar një gjë që në jetë mund të bëj gjithçka, po detyra më e vështirë është bësh prindin. Sidomos me fëmijët adoleshentë dhe me ata që rriten, prindërimi është angazhimi më i vështirë që ka çdo njeri në jetë. Dhe këtë kam të jetuar dhe vetë, por dhe të mësuar nga shumë të tjerë, por edhe nga eksperienca e shumë njerëzve në jetë. Kështu që gjë më e rëndësishme për i prindësh të jetë prezent. Dhe unë këtu kam kosta për shkak të angazhimit tim. Por fëmia nuk do asgjë tjetër më shumë se prezencën e prindit. Po ke bërë atë, i ke bërë të gjitha. Gjithçka tjetër do të vi vetë te fëmia. E mbështetën ata rikandidimin tuaj në Vlorë? E mbështetën, fëmijët janë të vegjël. Djali kuptohet që është adoleshent. Bashortja gjithmonë ka pas dilemat e saj në lidhje me angazhimin tim. Sepse jo vetëm që merr kohë, po je gjithmonë i objektiv sulmesh, je gjithmonë i cënushëm, bashortja ime ka aktivitet privat dhe nuk është ngatruar me punë të shtetit, dhe nganjëherë këto gjëra keq përdoren në mjedisin e sotëm politik. Megjithatë, edhe ajo më tha kur kam qenë në ato dilemat e mia, që njeriu duhet bëj mirë atë që di që e bën me dashuri, dhe ajo ka kuptuar që ti Damian e do politikën dhe do ta bësh. Çfarëdo që të them unë ti do bësh atë që do vetë. E rëndësishme është bëj atë që ty të bën të lumtur dhe të ndihesh i përmbushur në jetë. Dhe unë zgjodha të bëj atë që ndihem i përmbushur në jetë. Çfarë keni marrë nga prindërit tuaj? Po kam marrë gjithçka që jam, po kuptohet kjo e pasuruar dhe me ngjarjet e kohës. Po kam marrë nga babai, kam marrë pasionin për kauzat, sensin e drejtësisë dhe edhe kurajon e tij. Babai ka qenë njëri kurajoz, reflekton karakterin më shumë të Vlorës, të Labrisë apo bregut të ashpër Vlenjat, dhe nga mamaja ka marrë ftohtësinë ose një lloj qetësie. Ajo ka qenë natyra e kundërt dhe te unë i mishëron të dyja, dhe kurajo për gjërat që tjerët mase ulin kokën dhe nuk kanë guxinë t'i thonë apo t'i bëjnë, por njëkohësisht dhe qetësinë që kam në reagime kur tjerët direkt nxjerrin pa emocionet apo sedrën e tyre. Megjithatë, njeriu është një enë që për ditë përmirësohet me jetën. Mund të përmirësohet, mund të përkeqësohet, të e gjykon shoqëria, por nuk është një prototip i gdhëndur i përhershëm, është gjithmonë në ndryshim. E rëndësishme është që ti ta skalitësh vetë karakterin tënd me synimet që ke në kokë, në jetë, në mendjen tënde dhe me mendimet që ke. Unë kam një inspirim nga një thënie e vjetër, është një nga filozofitë stoike që unë admiroj shumë, të Marcus Aurelius, që ka qenë një stoik i famshëm romak, ish perandor, që thotë cilësia e jetës njeriu varet nga cilësia e mendimeve. Nëse ke lakra në kokë, ashtu do ta kesh dhe jetën. Unë besoj se kanë qenë krenar prindrit për ju. Nëse prindit, një prind ose ka më, po mbase ata kanë qenë kritik në fazat caktuara të jetës. Por mba mend ta kam thënë një në këtë studio, që më ka mësuar diçka gjyshi im që ka qenë një nga patriotët e këtij vendi dhe themeluesi i shkollave shqipe në Breg dhe në Labri, nga shkollat e para që 1920-ën,
që kur shpesher kritikohesh as si nxënës nga njeri çrregullt, pavarësisht se isha inteligjent, po jo shumë i disiplinuar, gjyshi im i thot babait tim teksa më hakrej apo qoftë edhe na godiste në njerëz se ajo kohë ju jeni më të ri. Thoshte leki thoshe për babait. Lëre djalin, tha. Djali do i gjej vetë rrugën e tij në jetë. Pastaj të them një gjitha, në jetë nuk ka fati parë klasës. Kështu që ka njerë jeta shumë e çuditshme. Mund të dedikohesh vetëm në një drejtim, por nuk do thotë se është domosdoshmëri rruga drejt suksesit. Keni një idhull në politikë, zotë Gjiknuri? Idhur më shumë frymëzim nga figura ndërkombëtare, se unë nuk mendoj të imitoj. Aq karrierë sa mund t'ju kenë ju idhull. Nuk dua të imitoj njerëz, por nga figurat politike që më ka frymëzuar, ka qenë gjithmonë Churchilli, që ka treguar kurajo atëherë kur tjerë të friksoheshin, por ka parë dhe dobësitë e pushtetit atëherë kur mendonte që ishte më triumfant. Se ju e dini që Churchilli humbi zgjedhjet sapo kurëzoi fitoren e luftës së dytë botërore. Do të thotë, te mua ajo filozofia që më pëlqen, suksesi dhe humbi janë të balancuara, balancojnë njëra tjetrën. Dhe figura tim ka inspiruar qoftë për forcën, por qoftë edhe për limitet e pushtetit. Siç patjetër edhe Edi Rama më inspiron për le të themi resilience-in, aftësinë e tij për të mbijetuar edhe në momentet vështira. Dhe ka një forcë kurajo që pavarësisht se është natyrë shumë komplekse, por është një njeri që ka shumë fortë dhe ka gjithmonë në mendjen e tij niset nga e mira për zhvillim. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe për këtë është një natyrë që di ta vlerësoj të mirën publike dhe do të lërë mbrapa vepra dhe histori. Pavarësisht se për disa mund të duket i ashpër, mund të duket sikur është ndryshe nga ajo që mendojnë të tjerët, por ka qëllime jashtëzakonisht të mira për vendin dhe për atë që quhet e mirë përgjithshme. Edhe këtë e vlerësoj shumë dhe është një element që gjithkush duhet të inspirohet. Zotë Gjiknuri, po mbyllni sot një ditë shumë të ngarkuar në fakt, me takime, por edhe me vizitën e kryeministrit, me mitingun përmbyllës. Do të vazhdojnë edhe nesër, besoj, takimet tuaja, apo? Patjetër do të vazhdojnë deri ditën e fundit. Kuptohet dita e fundit më shumë ka të bëjë me probleme organizative, me stafin tim për të nxitur sa më shumë mbështetës dhe njerëz për të votuar, dhe shpresojmë që ky proces të kurrëzohet mirë dhe ne të ritakohemi dhe të flasim edhe për këtë. E cili është mesazhi që në fund u drejtoni qytetarëve? Pse në 11 maj, ditën e diel, ata duhet votojnë për Partinë Socialiste, por edhe për Damian Gjiknurin? E thash, 11 maj është stacioni fundit përpara hyrjes në Bashkimin Evropian. 11 maj është rruga drejt zhvillimit përfundimtar të vendit dhe të Vlorës. 11 maj është data kur pensionistët do të shohin vërtet frytet e mirëqeverisjes dhe për këtë do luftojmë shumë fort. Dhe për gjitha këto mendoj që Damian Gjiknuri do të jetë një garanci më shumë drejt këtij udhëtimi dhe një bashkëtar i suksesit Partisë Socialiste duke synuar që Shqipëria 2030 jetë një Shqipëri europiane, më e mirë, më e zhvilluar, por mbi të gjitha më e drejtë dhe sociale. Unë falenderoj, të uroj suksese dhe si deputet të pres intervistën e parë vish këtu në studio të bëjmë bashkë. Të premtoj që këtu do të bëj, me kënaqësi. Sepse fitoren patjetër që do të lëmë qytetarëve, por gjithmonë e filloj dhe e mbyll këtu. Por është kënaqësi që ju të vazhdoni rrugtimin tuaj politik në parlament. Faleminderit, suksese. Faleminderit, Armand. Shikues të nderuar, ishim me kandidatin e Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës, Damian Gjiknuri.